Ideja konferencave është me tematizu dhe alarmu situatën në cilën realisht jemi. Po e shohim që vendi është duke rrshit në pushtet autoritare. Në momentin kur nuk respektohet kushtetuta, përkatësisht një kryeministër normal në vend demokratik, me vetdije të plotë shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës, minimumi është çka jemi të bëna, konsideroj që duhet me bëu gjithë bashkarisht. E krejt çka jemi të bëu është për me alarmu, tematizu dhe me e sensibilizu gjithë qytetarët e Kosovës në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të kushtetutës, në situatën në cilën jemi duke kaluar aktualisht. Është jashtëzakonisht e rëndësishme në pikpamjen tonë që të ngrisim alarmin, nxitim vetbesimin publik për situatën jo kushtetuese në cilën gjendet Kosova dhe të njëjtën kohë që të vendosim presionin publik dhe adresimin tek përgjegjësit e bllokimit të situatës Kosovë. Pra besojmë që ne po ngrisim alarmin për situatën jo kushtetuese që ka Kosova, e cila situatë do duhet që të kalonte në kanale demokratike dhe institucionale. Ne si aleancë jemi aktiv dhe po e kombinojmë strategjinë tonë të veprimit politik, edhe përmes paraqitjeve mediale, konferencave në veçanti, edhe paraqitjeve të vazhdueshme mediale, për të njëjtën kohë edhe në komunikimin në teren anë kënd Kosovës me degë struktura tona, për po ashtu edhe me qytetarë që kanë interesim për jetën politike e publike në Kosovë. Është një logjik e veprimit që kombinon pra edhe platformën tonë, që është oferta 6 pikëshe, edhe ekspozimi me përgjegjësit për bllokimin, por po ashtu edhe komunikimin me njerëzit anë kënd Kosovës. Normalisht që varësisht prej rrethonave e situatës politike, ne do të jemi të azhurnuar në reagimin tonë. Shpresoj që kuvendi të konsiderohet sa më shpejt në mënyrë që të hapet kanali institucional i ndërtimit të institucioneve, ndërkohë që komunikimi me qytetarë është jashtëzakonisht intensiv dhe ka kërkesë vazhdueshme të qytetarëve për organizim ose organizime më të mëdha, cilat do ta marrin kohën e vet dhe do të ndodhen nëse situata nuk ndryshon. Po ideja është që këto konferenca janë bërë kryesisht që me mundu me informu opinionin, që mendoj që në rregull është Partia Demokratike që mund konferenca dhe gjitha partit tjera për faktin që le të themi është një komunikim edhe me mediat dhe me gazetarë, po ti del në konferencë kur kish ka me thonë, jo veç me dal her pas here pa ndonjë mesazh, pa ndonjë qëllim dhe pa ndonjë efekt. Se në fund ditës për çka bëhet një aksion politik bëhet domthon kur ti arrin qëllimin dhe efektin, qoftë dobi qytetarëve si parti opozitare, po dobi të kauzave që ti ngrit si parti opozitës. Dhe këto mendoj që ata kanë çaluar. Ky aksion është i pa koordinuar mirë, nuk ka ndonjë mesazh dhe si till është i pa efektshëm, i pa dëmshëm për kurrë. Në asgjë si bën. Po të kishte bën ndonjë protestë le të themi ose po të shkonte në dialog ta zonë PD-ja që do të shkonte në dialog dhe ta troket të tavolinës se këto janë qëndrimet tona dhe ne jemi të hapur për të dalë nga kriza, po jo për ta bllokuar vendin, do të kishte ndeshëm. Po momentin që ti je refuzues ndaj dialogut dhe del disa protesta pa mesazh, domon kryesisht janë mesazhe dobta dhe pa ndonjë performancë.